Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio-Televizionin Publik të Kosovës. Kosova ka hyrë në javën e fundit vendimtare për çështjen e zgjedhjes së presidentit. Pavarësisht përpjekjeve të deritashme, dallimet mes subjekteve politike vazhdojnë të mbeten të thella dhe se mos pajtimet për zgjedhjen e presidentit duke të jenë shkaku që vendi po shkon drejt zgjedhjeve të reja. Kryeministri Albin Kurti thot se një proces i ri zgjedhor është i panevojshëm. Ai ka kërkuar nga partitë opozitare që ta respektojnë rezultatin zgjedhor edhe kur bëhet fjalë për presidentin. Ndërkaq nga opozita thonë se Kurti nuk ishte korrekt gjatë diskutimeve për kreun e shtetit. Sipas afateve kushtetuese, Kosova ka kohë deri më 28 prill për të zgjedhur çështjen e presidentit. Në të kundërtën, vendi rrezikon të shkojë drejt zgjedhjeve të reja parlamentare. Ambasadori amerikan në NATO Matthew Whitaker, i cili po qëndron për vizitë dyditore në Kosovë, është takuar me udhëhec të lartë shtetëror në Kosovë dhe me atë të Komisionit të KFOR-it, me të cilët ka biseduar për situatën e sigurisë. Në takim me ushtruesën e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu, u diskutua për zhvillimet aktuale politike, sigurinë në rajon dhe rëndësinë e bashkërendimit të ngushtë ndërmjet aleatëve përballë sfidave të kohës. Ndërsa kryeministri Albin Kurti ka biseduar me zyrtaren e lartë amerikan për mbështetjen e SBA-s për vendin dhe për bashkëpunimin me forcën e sigurisë së Kosovës përmes trajnimeve si dhe rritjen e kapaciteteve mbrojtëse. Duke folur për situatën e sigurisë në Ballkanin Perëndimor, kryeministri tha se ajo mbetet e brisht për shkak se Serbia, e mbështetur nga Rusia dhe Kina, vazhdon të ndjek politikë homogeniste rajonale, thuhet në njoftimin e qeverisë. Ndërkohë, Ministrja e Drejtësisë Donika Gërvalla po qëndron për vizitë zyrtare në Bruksel me ftesë të homologës belge. Në kuadër të takimit zyrtar mes dy ministreve do të nënshkruhet edhe një marrëveshje ndërkombëtare, thuhet në njoftimin e kësaj ministrie. Po ashtu Gërvalla ka zhvilluar një takim me drejtorin e përgjithshëm të Komisionit Evropian për negociatat e fqinjësisë dhe zgjerimit. Në fokus të diskutimit ishin proceset reformuese në drejtësi, përfshirë procesin e vettingut, si dhe funksionalizimin e byros shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pajustifikueshme. Naj Murseli dhe Granit Plava janë dënuar me burgim të përjetshëm, ndërsa Kushtrim Kokalla me 30 vjet burgim nga gjykata themelore në Prishtinë. Gjykata gjeti fajtor ata për përfshirje të organizuar në vrasjen e rëndë të Liridona Ademajt më 29 nëntor të vitit 2023. Tre të akuzuarit nuk kanë qenë të pranishëm në gjykatë gjatë shpalljes së aktgjykimit edhe pse familjarët e viktimës kishin kërkuar praninë e tyre. Familjarët e Liridona Ademajt e kanë mirëpritur dënimin me burgim të përjetshëm për Murselin dhe Plavën, ndërsa kanë bërë të ditur se do të apelojnë vendimin për Kokallën. Edhe udhëhec të institucioneve të Kosovës kanë reaguar pas shqiptimit të vendimit ndaj përgjegjësve për vrasjen e Liridona Ademajt. Ushtruesja detyrës së presidentes Albulena Haxhiu në reagimin e saj theksoi se drejtësia dha një përgjigje të merituar dhe të fortë ndaj në krimit që tronditi mbar vendin. Edhe Ministrja e Drejtësisë Donika Gërvalla e ka cilësuar vendimin si dëshmi të përgjegjësisë për krime të rënda duke ritheksuar nevojën për dënime të ashpra ndaj dhunës dhe femicidit. Po ashtu ekipi Kombeve të Bashkuara në Kosovë e ka mirëpritur aktgjykimin në rastin e vrasjes së Liridona Ademajt, duke vlerësuar se sjell drejtësi dhe përgjegjësi për krim që e tronditi thellë vendin tonë. Fatos Geci, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, ka deklaruar në Kuvendin e Kosovës se edhe Hashim Thaqin do ta ndjek fati i Naj Murselit.
Pas kësaj deklarate kam pasuar në fakt reagimet nga PDK-ja dhe lëvizja vetëvendosje. Nën kryetarja PDK-s Vlora Qitaku tha se një deklarate tillë është e papranueshme dhe se Geci nuk e meriton të quhet deputet, duke kritikuar ashpër gjuhën e përdorur nga foltorja e kuvendit. Ajo kërkoi nga vetëvendosja që të distancohet nga deklarimet e tilla të Gecit nëse nuk ndajnë të njëjtin qëndrim. Ndërkohë, shefja e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Arbriana Gafsi theksoi se qëndrimet e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje lidhur me luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës janë të qarta dhe publike, duke shtuar se ato mbeten të pandryshuara. Lufta çlirimtare ka qenë e drejtë, e pastër dhe ne respektojmë përpjekjet e të gjithë të rëndëve për liri, të gjithë atyre që kanë kontribuar për lirinë e vendit tonë, ka theksuar Nagafci.